Kuptoj shumë mirë anglisht, por s'mundem të flas. Ky është mesazhi më i shpeshtë që ne marrim nga studentë të ndryshëm. Çfarë duhet të bëjmë në këtë rast? Si fillim, bëhuni pjesë e një kursi. E mira do të ishte në grup, pasi në këtë mënyrë jo vetëm do të filloni dhe do të flisni, do të ndërtoni fjali, por do të hiqni ndrojtjen dhe të rrisni vetbesimin tuaj në të folur. Kur dëgjoni një fjalë të re nga një vendas, ndaloni dhe përpiquni ta imitoni disa herë. Kjo do ju ndihmoj të memorizoni fjalën, ta shqiptoni fjalën shumë më saktë dhe me tekstin e duhur. Nëse nuk keni dikë me të cilin mund të flisni anglisht, flisni me zë të lartë, duke filluar nga mendimet që ju keni ose jetën e përditshme, aktivitetet që ju bëni. Ajo që është më rëndësishmja është që fokusohuni në komunikim dhe jo të bëni gjithçka në perfeksion. Gabimet janë shumë normale kur ne përpiqemi dhe mësojmë një gjuhë të huaj. Jo vetëm që janë një mundësi shumë e mirë për të mësuar, por edhe për të përmirësuar.